të tjerët. Dhe ma shumë është janë viktimizu të tjerët dhe kanë qujtë viktim pa pik nevojë sa që është viktimizu një qik që ka up nanën edhe mu. Jo, këtë në adam zemra për to. Po, Liona e pat një mundësi shumë të mirë dje nga Olta Gjari, ku i tha që nëse hynë në mes të klodit edhe lëndrimit, se përna kjo nuk ka ty në përna përzijet klodrimi, është e ke fitu Big Brother. Edhe në fakt, kjo sa në është ka pritit nga foncat jashtë, është ka pritit edhe nga personat brenda. Unë e konsideroj si informacion, sepse e bon ma të fort Elione nëse veç ajo amrin me nda Klodin edhe lëndrimin, duke qenë se në bëhet tash personazh për dikon që e duan shumë e për dikon që edhe i uren sepse i ka nda atë qiftin e tyre të shoqnis goxha të afërt, po që Eliona po besoj që ka me përdorë sepse është vajzë e meshën edhe është shumë e meshme edhe besoj që Një të 18 vjeçare, unë jam shokume që me mënyrën që ka ditë me menaxhua ajo gjatë ditës djershme, në gjithë që ato që i ka ndodhë, respekt. Po thune që pëllap drojë shumë, Eliona nuk po flasë. Lëndrime. Janë tresha pa diskutim ma e doshë. Që kjo është që na e pëlqejmë definitivisht edhe që njerëzit me të mirë mundën me përfitu edhe me të mirë me edukat edhe me mirësjellje të ban audiencë. As njonin për këtyre treve nuk i kom njoft, unë ma herët, apo edhe publiku nështë ju që keni TikTok gjenerata e re i keni njoft pak, mirë po të gjitha gjeneratat edhe na të Facebookut që jemi, po i pëlqejmë këta tret fix veç për mirësjelljen që e kanë edhe për një arktem, për na sjellin lojë se në fund ditës, ajo që na kemi qef me po, është loja entertainment zbavitja. I krysh, edhe jo vështë të na i qetë. Po, edhe diçka, Agnes. Edhe diçka, Agnes. Po mendoj që, për shumë lëndrimi që është shumë i preferuari për momentin i publikut, po e qëjmë kështu. Lëndrimi shumë fajnë, po sjell dinamika shumë i mirë, shumë i mirë e dim, edhe mu në pëlqen. Po nuk po ka ndoshta një loj, po argumenton shumë mirë, po në anën tjetër nuk po ka lojë si kurse ta zëm Alba, që për mu është një lojtare shumë e fortë aty brenda. Nuk ka dinamika lëndrimit të tilla si të Albës. Duhet këto edhe një dozë loje të lëndrimit. Jo, mërë qatë, me rajve që bukur edhe me busqesh të punë që me dash njerëzit. Po i ka në sekuenca ma të vogla, për shumë, ka për... Dikush e ka edhe atrojnë, nështë brenda shtëpisë për lëndrimit që po konsiderojmë si një prej banorëve më të fortë dhe më dashur, a i mungon lojë. Unë nësë mendoj që ashtë, mendoj që kjo është i vërtet edhe që është e vinjë për shumë... Po, a i mungon, a du të me pas edhe lojë, mu përshjedhen lojë lëndrimi, dinamika të lojës. Për momentin mendoj që është në regull, për momentin mendoj që është në regull, për mendoj që e ka tregu gëgja shumë vetën të audienca dhe njerëz të kanë kuptu paka shumë qka është deri tash personaliteti i tij, mendoj që në rast që fillon me hinë debatin mundet me... Ato përgjigjet, ato debatet, qoftë me labën, qoftë me banorët të tjerë, ndoshta jo kështu që eskalojnë në bërtima episkomën, po i ka të momente, shkon të kuzhina, ja thot ato që e menon, një debat pak ma të mirë fillt, po theme, edhe ma ndi e kalon. Unë e menoj që është lojtar, lëndrimi me Klodin e ka një par loje. Ka një loj, po... E ka loje në veçëri, na kemi disa lojtarë cilë janë me shumë strategji si Alba, e cila ka hi me letër dhe me lapë, sepse vjen edhe nga një përvojë ma hershme e realitit edhe veç ka dit, është super lojtare, po në anën tjetër zakonisht në këto 4 finalistëve, gjithë i shojmë që jënë 2 ma strateke dhe 2 ma spontane, lëndrimi është një prej atyne i cili e nxjerr spontanitetin. Po, unë po menoj që lëndrimi çka ka kapi pikërisht këtë audiencën e re, gjeneratën e re, edhe është të e bo lojan me Klodin pikërisht për këtë target të vitit. Mos mendoj që ashtu, e këtë po në disa herë, kjo dihet publikisht, nuk mendoj që është bashkë lojmë. Po e inkuadrojmë, Eliona ka shfrytzuar. Atjetër, Eliona të kemi bu vetën relevantën, këtë duo fantastike. Leta shfrytëzon se jo. A s'po reka Eliona, po luj ka diçka? Jo, ajo veç e bukur. Se dhe marët të veç rrën. Po, edhe të nëton me hinë. Pra vazhdojmë me mendu që kjo është shumë dinake. Edhe tash, ka dole. Po shumë mirë, sepse lojë duhet Po, sepse kemi dhe arditën, arditën, po okej, po. Në moment që unë për shkak nuk e pëlqej lojën e saj, në asnjë mënyrë nuk e kontestoj dhe mshurinë që mund ta pas ndaj rastit të saj. Çdo më shkoçit. Unë mendoj që rastin e saj e kemi kuptuar, është pak pa lidhje për mendimin tim që e tregoj me kohën, por i takon gjithmonë asaj sa do të mendoj për këtë histori. Pra neve na dam zemra të gjithë, po mendoj që është kapitulli mbyllur. Dam shumë zemra për dikon, ndjen shumë jashtëzakonisht empati dhe keqardhje, që aty përfundon se diskutojmë kur e tregojnë historinë personale,
edhe vazhdojnë. Për mendimin tim edhe Sasa na kemi folur dje, ka treguar diçka tepër të dëmshme, kërkush se ka pa me syrin e dëmshurisë. Nuk po duam i barazu këto dyja që kanë ndodhur raste, sepse se njëri në mënyrë unike i përjeton gjonat e veta. Por e kemi kuptuar rastin e saj, na vjen jashtëzakonisht shumë keq, shqyrë që ka gjithë forcën me vazhdojnë jetën, që aty përfundon, vazhdoj lojën bukuroshe. Mos me risjell labi, me himi tregu labit, a mundesh me bo këtë gjë. Labi ti ka zonë publiku së shpejti. Labi ti ka zonë publiku së shpejti, se prapë, si jom të embrojë, si jom të bua Ardita Lala është aktore me profesion, ka qenë edhe paraprakisht mësafire në emisionin tonë të mëngjesit, e kemi dhe kësaj radhe për mes lidhjes direkte, mirë mëngjesi, Ardita. Mirë mëngjesi, juve. Po që kemi Londrën. Shumë mirë, pak me shi. Si zakonisht, jo, diçka për mua habita, po jo. Është gjithkohën me shi që është mendoj. Ama mjaftueshëm koha e përshtatshme për me qëndru brenda shtëpisë me pa bigon. Qështu ka ndok dinamika të mbrëm? Dje, me thonë drejtën prapë, gjithë më qëlloni kur s'po kom ku shumë e këshyrë. Po, interesant ka mu bo, po mendoj që ka mu bo interesant. Se nuk është interesant në këtë moment? A duhet edhe ma shumë interesant? është interesant, po diçka nuk se di, kom prit pak ma shumë prej banor me mrena, s'po di nështë ashtë herët. Qka mendoj që do të sjellë Viola dhe qka është aje pak ma shumë që jenë kërkim? është një karakter ma ndryshe për tjerve, është bagje drejt për drejt. Mundet me pas në debat fort. A ka hynë loj Viola, sepse mbrame dëgjova që tha, unë nuk kom hy me lu, kom hy thjesht me u knaqet me kalu mirë me juve. A është kjo thjesht vesh një narrativ? Po, besoj që ashtu. Ma te për sa për me hy, me najt, me full në i muhabet, ju me se besoj në shtadon që e porë. Valla, nuk e di Ardita sa isha pajtu se na kete kena pa fjollën që din me skalu shumë, edhe mënej që pikë përshka që asaj do njerë që s'ka asë një pikë shto. Nuk na kena pa në për lajvat, e saj që alo vazhdojnë me qenë virale gjitha ndej, ku dio në kje ka pas problemet ndryshme edhe. Për që ata më di që dojnë publiku së është 100% e vërtet, unë për vetë mënej që fjolla ka më bu kërsh aty. Veç, a din qka e pa isha, fjolla ka informata prej asha, se është hy gëgja shumë 3-4 joma se ka fillu spektakli, edhe pa isha që dje lobi do i kemi ju afru asaj, apet do i kemi bu shështime të, menoj sepse mundet me utut prej fjollës, se fuqia e fjollës mendoj që është e pa maqë, me kuptimin që ajo me bu me skalu, me bu me të gjujt, veç kime do prej shpis. Me ka në finaliste, fjolla, unë po besoj. Po do të mu frigu për njerëzve në qatë pikë, me të frigu dikush, vëllaste është agresive, dikush ose, aty do të me përdorë logjik, jo veç agresivitet, në po shë agresivitet ma te. Nga anë e kujt dhe drejt kujt? Sidomos bia pak po eskalon me atë pyron në dorë, jom shoku, unë jem tut prej këtu, të lemo ajo ofër që ka pas halba. Kamerat ka një herë e qesin që është. Po dhe që më... Me piron dorë me folj për mu është shumë... është një vakërstime vete, vërtet. A folj ka folj shumë piron dorë? Po dhe është një vakërstime vete, Jesë nuk e këmë. Po ju është kamera ka qitë matë vëzë ka shprej i le folj me që ato që e ka ndorë. është një vakërstime me bo që shtu të është mënyrë intimidimit. Jo, zdo më thonë, nështë asë nuk e ka pas mendi që e ka pirunin. Thjesht e ka që të piron dorë dhe ka vazhdu me folj. Nëse ti e të folën të abëj ty që shto. Do një herë dhe na i Jo, më rësë është për mua shumë normale. Shumë normale, nëse që e... Po, shumë normale. Me gjanat kushinës të hongër, unë e shumë e urejt. Balaj ka njerë edhe unë që shumë të gatu me edhe me thiki u folj. Ja! Po, shka të përgjim. Jo, për Agnesën vrejët, pak që është ma gjaje, ma e shtirë. Herë shumë da thashtë po pi u bën diçka krejtve aty. Mirë, talojmë pirunin pak tikën e pirunin, se veç na shkojmë anja të ushqimi, më i që ka na bone Arditi, na unë tu. Hani edhe pa kryhet për fundanë. Edhe nja 15 minuta, edhe nja 15 minuta për të rojnë. E vërtet. Ishtë ma i spot që nuk duhet më djazu kërkush. Po, dinamika tjera që mund të diskutojmë brenda asaj shtëpije, përveç hyrjes së fjollës që me thonë drejtën e kemi diskutuar dhe një këtu dje, po s'ko mësu që është e vërtet.